18 maj, dita ndërkombëtare e muzeve, po shënohet edhe këtë vit me aktivitete të shumta kulturore dhe edukative në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë. Përgjatë gjithë muajit maj janë organizuar guida, aktivitete artistike dhe programe edukative, me synim afrimin e fëmijëve dhe të rinjve me artin, historinë dhe trashëgimin kulturore. Si çdo vit, 18 maj është përcaktuar nga ICOM si dita ndërkombëtare e muzeve dhe festohet në të gjithë botën. Dhe ne i bashkohemi nismës së ICOM-it dhe festojmë ditën e muzeve me një sër aktivitetesh që janë dedikuar gati në të gjithë javën. Jemi kushtuar dhe rëndësi të veçantë edukimit mbi kulturën, ku aktivitete të ndryshme kemi kryer me nxënësit. Ndërkohë, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar po përgatitet për një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit, ekspozitën që do të hapet në Francë më 13 qershor. Në këtë ekspozit do të prezantohen mbi 45 ikona të përzgjedhura nga fondi i muzeut, duke sjellë për publikun francez vlerat e ikonografisë shqiptare dhe trashëgimin e pasur të artit mesjetar. Është një përfaqësim dinjitoz i muzeut ton, ku ikonat i muzeut ton përfaqësohen për herë të parë, shkojnë dhe ekspozohen në Shamberi të Francës. Është një event dhe ngjarje kulturore mjaft e rëndësishme, e cila përfaqëson denjësisht jo vetëm muzeun ton, por gjithë Shqipërinë. Aktivitetet në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve do të vijojnë edhe gjatë ditëve në vazhdim, duke sjellë më pranë publikut historinë, artin dhe trashëgimin kulturore shqiptare.